Shqipëria, falë qeverisë tuaj, mban një rekord të zi dhe të turpshëm. Jemi i vetmi vend antar i NATO-s me të burgosur politik. Një realitet që nuk e fshihni dot, as pas propagandës dhe as pas retorikës europiane, sepse e pa e gjithë bota atë çfarë ndodhi në 21 tetor të vitit 2024, kur për të rrëmbyer zgjedhjet e 11 majit, për të terrorizuar antarët e Partisë së Lirisë, opozitarët dhe të gjithë kundërshtarët e regjimit, ish presidenti i Republikës, ish kryetari i këtij parlamenti, ish kryeministri Ilir Meta, në mbrojtje ligjore nga Garda e Republikës, u rrëmbye dhunshëm nga bandit të maskuar dhe të armatosur, u turoi zvarr në mes të ditës dhe u fut me forcë në një automjet privat, duke u mbajtur peng për rreth 2 orë. Prej 3 muajsh, zoti ministër, avokati i popullit ju ka lënë mbi tavolinë, ju dhe drejtorit të përgjithshëm të burgjeve, 9 rekomandime të detyrueshme për zbatim në lidhje me dhënien fund të trajtimit kriminal dhe njerëzor të ish presidentit të Republikës, zotit Ilir Meta, të cilit e rrëmbyet në mënyrë mafioze dhe për më shumë se 15 muaj vjoni ta mbani në izolim ekstrem pa asnjë fakt, pa asnjë provë penale. Sjellja diskriminuese ndaj tij dhe kriminale në ambientet e paraburgimit, nga ndalimi i së drejtës për të komunikuar me mediat, të ndalimi i deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, të eurodeputetëve për të atakuar ish presidentin e Republikës, është një rast unikal dhe i pakrahasueshëm sot në Europë dhe pse jo edhe në botë, përjashto atë çfarë ndodh në burgjet e Kim Jong-unit. Lidhur me pretendimin e përfaqësuesit ligjor të zotit Metaj se ai po vua një persekutim dhe inkvizicion të paprecedent, nga analiza e informacioneve, provave dhe fakteve të administruar nga ana jon, rezulton se ata nuk qëndrojnë dhe janë të pabazuara. Pra, avokati i popullit me raportin i cili bëhet shkak për këtë interpelancë konfirmon të kundërtën, nuk ka persekutim politik, kurse si pretendimet tilla janë thjesht të pabazuara dhe nuk kemi cënim të lirisë së shprehjes për sa kohë që duhet një balancë mes nga njëra anë lirisë së shprehjes së çdo kujt, përfshirë dhe të paraburgosurit, por dhe detyrimet që kanë institucionet përgjegjëse për të garantuar sigurinë dhe zbatimin e rregulloreve dhe ligjeve akteve nënligjore në fuqi. Sistemi i drejtësisë nuk mbrohet duke politizuar burgjet dhe as duke deformuar raportet e institucioneve të pavarura. Respektimi të drejtave të njerëzit është detyrim kushtetues dhe europian, por po aq detyrim sa edhe barazia përpara ligjit, pa privilegje dhe pa përjashtime.